Momenti i ballafaqimit të neve si onkolog me pacientët kur na vinë për trajtime në onkologji, është një moment shumë interesant kështu për ta përshkruar, në kuptimin e asaj se gjithmonë do e mos do mi shërohesh me gjendjen psikologjike të pacientit dhe mundohemi gjithkohën që në mënyrë sa më të butë ta përshkruajmë trajtimin e më të tjeshëm të pacientëve të prekur me kancer, sepse vërtet i pret një rrugë e gjatë për plot sfida derisa të kompletohet trajtimi i tyre. Por ajo që gjithmonë mundohemi t'ua bëjmë me dije pacientëve është se në këtë rrugëtim jemi gjithmonë bashkë për t'i ndihmuar pacientët tonë, njëherë në aspektin profesional, pastaj edhe në atë përkrahjen, të them kështu, njerëzore, fillimisht. Dhe në një farë mënyre, relacioni onkolog-pacient është edhe i familiarizuar. Shpesh ne jemi si një familje e madhe, të cilët pacient edhe pasi e sosin trajtimin te ne, na vizitojnë, shihemi sepse i ndjekim një kohë të gjatë dhe me të vërtetë është një lidhje më ndryshe nga të gjitha degët tjera, ta them kështu. Por gjithmonë mbetet sfidë edhe për mjekun kur duhet ta lajmëroj pacientin se duhet të trajtohet në onkologji për shkak të kancerit që e ka operuar ndoshta, është marrë biopsi, apo për herë të parë duhet të fillojë onkologji që pastaj të shkon me trajtim kirurgjikal.